pak hipokrit. Jemi të gjithë me flamurin pro familjes, pro fëmijëve, kur vjen puna, kur duam të ndërtojmë një narrativ shumë të thjeshtë, shesim atë familjen për një pako kafe. A ka një stil shqiptar, po themi kështu, të komunikimit ose bindjes në marketing? Ka një stil shqiptar, jemi pak hipokrit, në sensin që ashtu siç në diskursin publik në për këto talk show të tjerë, jemi të gjithë me flamurin pro familjes, pro fëmijëve, kur vjen puna, kur duam të ndërtojmë një narrativ shumë të thjeshtë, shesim atë familjen për një pako kafe, për një kushton, për një ulje të lavatrisë, po e shesim kështu, i vëm njerëzve në gojë fjalë të çmendura, domethënë gjëra shumë bazike, argumente dhe filozofitë jete aq shumë të thjeshta, që nga ana tjetër jemi rritur shumë, mendoj. Kemi një progresion të paparë, mendoj, në nivel cilësie, figure, audio, edhe aktrimi, pavarësisht se shumë njerëz që ne na dalin në ekran, ne nuk e dimë, po ta paguajnë shumë pak etj. Po ka një rrjedhë të cilësisë. Po sa i përket përmbajtjes, duhet ta rimendojmë pak.